يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تجذع لمضاتت تجذع عن ضريمت ذا تجذع ما ضريمت يتاكو إن فتم كريوس التون يتاكو إن فتم الله سبحانه وتعالى كرس الصلوات dhe salamet tona qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi të gjithë familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë besimtarët e cilët shkojnë sipas udhëzimit të tij dhe sipas porosive të tij. Të dashur vëllezër, është prej natyrës së njerit, në të cilën natyrë vet Allahu e ka krijuar njerin. E ajo natyrë është që njeriu i mërzitën shpesh herë çështjet, që njeri shpesh herë mërzitet prej rutinave ditore, mërzitet prej punëve të zakonshme, dhe kjo është plotësisht e natyrshme. Dhe këtë ka pas parasysh pejgamberi alayhi salatu wassalam, ku sahabët e tij dhe shokët e tij kanë thonë, me të vërtetë pejgamberi alayhi salatu wassalam her pas herë na këshillonte, varësisht çush e gjente momentin e përshtatshëm për të na këshilluar. Dhe u pyetën shokët e pejgamberit, e pse pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka zgjedhur vetëm momentet caktuara për t'ju këshilluar? Ka thonë sepse ka pas frikë mos po na mërzit, edhe mos po bëhen të mërzitshëm prej këshillave të tepërta. Edhe këtu e shoh dhe më thonë se njeriu në çështje të shpeshta mërzitet me to. Dhe kjo është e natyrshme, nuk ka problem. Mirë po, nëse kjo çështje shpeshtohet, edhe nëse njerëzit i mërziten çështjet e jetës, i mërzitet familja, i mërziten fëmijët, i mërzitet me punët e tij dhe me rrethin e tij, atëherë kjo mundet me qenë e rrezikshme, sepse kjo tregon se ai person është mërzit me të mirat e Allahut. Dhe kjo shpesh ndodh. Ka persona të caktuar të cilët mërziten për të mirave që u ka thënë Allahu, nuk kanë për gjë tjetër. Dhe është e frikshme se këta persona mundën me qenë nën kërcënimin e Allahut, ku Allahu në Kur'an lidhur me këtë thot, darab Allahu mathalan qaryatan aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragaban fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal-khawfi bima kanu yasna'un. Allahu në Kur'an në këtë ajet thot, Allahu ka marrë një shembull, një vend të caktuar, ku banorët e tij i kishte të gjitha të mirat e Allahut. Mirë po ata i përbuzën ato. Megjithse ai banim edhe popullit i kishin të mirat e Allahut, ata nuk ishin falëndërues. Edhe ata i përbuzën ato, për këtë arsye thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wa çoi varfërin", edhe wa çoi frikën për shkak të punëve që ata i bën. Domethënë, nëse njeriu mërzitet për të mirat e Allahut, është e frikshme që Allahu do ta ndeshkojë edhe do t'ja merr ato të mira. Mirë po edhe më e rrezikshme se kjo. Nëse personi mërzitet për ibadeteve, nëse personi mërzitet për i pesë namazeve, nëse njeriu mërzitet për xhamis, edhe largohet, edhe i braktis ato, për shkak se është olis, për shkak se është mërzit me to, atëherë kjo është ajo e frikshmja. Atëherë kjo është ajo e rrezikshmja. Edhe nëse është në këtë situatë, personi duhet me pas frikë Allahu subhanahu wa taala dhe duhet të kthehet edhe le të mendoj se çfarë ka bëu që ka arrit në këtë situatë, që të mërzitet me të mirat e Allahut, edhe që të mërzitet me ibadetet e Allahut. Mirë po, duhet të pyesim cila është arsyeja. Pse këta njerëz mërziten për të mirat të Allahut, edhe mërziten për ibadeteve, edhe mërziten për veprat e mira. Arsyeja kryesore është për shkak se këta persona nuk e kanë të qartë qëllimin pse janë krijuar. Nuk e kanë të qartë qëllimin pse janë duke jetu. E nëse nuk e kanë të qartë pse janë duke jetu, atëherë natyrisht që ata do të mërziten për të gjithave të mirat që i kanë parasysh. Sepse Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thotë: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Në këtë ajet Allahu thotë nuk e kam krijuar njerëzit, gjinët por diçka tjetër, vetëm se që të më njohin mua, vetëm se që të më adhurojnë vetëm mua, edhe të jenë të nështruar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është çështja kryesore që personi duhet ta di gjatë gjithë jetës pse po jeton.
edhe pse Allahu e ka pru në këtë jetë. Dhe më thonë, nuk duhet me harru se Allahu e ka pru me një qëllim, dhe qëllimi nuk është që ai duhet me pas, dhe qëllimi kryesor nuk është që ai duhet me pas pozitë ose diçka tjetër, sepse pasuria edhe familja, këto janë vetëm mjete me të cilat besimtari duhet të shërbehet për të jetuar për qëllimin kryesor, për të adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Pra nuk është çështja kryesore nëse njëri arrin pasuri apo jo. Se çka? Nëse arrin pasuri, e çka më pas? Çka ka pas pasurisë? Nëse ka arrit pozitë, çka ka pas pozitës? Po nuk është qëllimi këtu. Këto janë vetëm mjete. Qëllimi është që ta njohim Allahun, edhe të nënshtrohemi vetëm atij, edhe të jetojmë në urdhrat e tij, edhe të largohemi nga dalesat e tij. Prej arsyeve tjera, pse njerëzit mërziten me të mirat e Allahut, edhe mërziten nga ibadetet, është sepse disa persona e kanë shpresën për të jetuar gjatë. Shpresojnë me pasi jetë të gjatë, edhe harrojnë se kanë më tek. Kjo është prej çështjeve kryesore. Nëse çdo besimtar e kujton pashmangshëm se një ditë do të praktikojë këtë jetë, atëherë të gjitha çështjet e kësaj jete do të jenë relative. Atëherë do dinë se çfarë do të thotë ndonjë nuk ka ndodhur kjo jetë. Atëherë nëse nuk ka arrit pasuri, edhe nëse nuk ka arrit me pas sukses, nuk ka ndodhur kjo jetë, sepse në fund të fundit të gjithë do ta praktikojmë këtë jetë. Në hadithin e tij pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë njeriu, vazhdimisht plakët. Mirë po janë dy çështje të që ato vazhdimisht mbesin të reja. Pra edhe njeri pse plakët, janë disa çështje që të ai mbesin të reja. E para ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë është dëshira për të jetuar gjatë, edhe dyta dëshira për të pas pasuri. Pra njeri edhe nëse plakët, shpreson që ka më jetu. Edhe nëse plakët, shpreson që me pas sa më shumë pasuri. Ndërsa ai nuk është duke hetuar sa është plak, edhe është afruar fundit për të praktikisë këtë jetë. Dhe prej arsyeve tjera, pse njerëzit mërziten me të mirat e Allahut, është të mirat edhe luksi. Është e natyrshme që të mirat njerën e çojnë pesh. Edhe kjo është, domethënë, njoftun të gjithë dinë për këtë. Pra ai besimtari duhet të jetë falëndërues ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nëse i kanë ardhur të mirat e Allahut, duhet të jetë njohës, sepse Allahu në Kur'an ka thonë nëse ju falënderoni, ne do të ashtojmë të mirat. Mirë po nëse jeni jo mirë njohës, nëse nuk jeni falëndërues, atëherë le ta dini se ndëshkimi i Allahut është i lartë. Duhet të shohim shkurtimisht se cilat janë ato rrugë në për të cilat besimtari duhet të shpëtojë nga kjo çështje e keqe, që besimtari nuk duhet të mërzitet me të mirat e Allahut, edhe nuk duhet të mërzitet me begatitë e Allahut. Çështja kryesore në të cilën besimtari nëse do të realizojë do të shpëtojë prej kësaj, është që vazhdimisht duhet ta kujtoj pse ka ardhur në këtë botë. Herë duhet ta di se askush nuk ka jetuar për herë, pavarësisht se çfarë pozite ka pas. Shpeshherë dikush pyet, duke mos pas besim se Allahu do të na rinjallë. Edhe ata thonë, kush ka ardhur prej atij me na kallëzu se do të rinjallet. Vetë vërtet është një përgjigje shumë e qartë. Atyre ju thuhet, jo, prej atij nuk është kthy askush, po atje s'ka me të pashku kërkush. Që kjo është një çështje që gjithë duhet ta di. Dhe çështja tjetër që besimtari duhet ta lutë Allahun subhanahu wa taala. Nëse shef se janë rrezitë mirat e Allahut, nëse shef se begatitë e Allahut janë mëdha, atëherë le ta lutë Allahun subhanahu wa taala. Nëse e ka godit përtacia, nëse e ka godit dobësia dhe plagështia, le ta lutë Allahun subhanahu wa taala që t'i largoj, sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam në lutjen e tij ka thënë Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal. Ka thënë Zot, më ruaj prej përtacisë, edhe më ruaj prej paaftësisë. Edhe çështja e fundit është besimtari kohë pas kohe ka nevojë që të pushoj. Edhe prej punëve të përditshme, sepse kjo është e natyrshme. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ka thonë wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Ka thonë mos e harro as hisën e kësaj bote materiale, domethënë hisën e dunjas, mos e harro. Prandaj besimtari ka nevojë që të relaksohet. Ka nevojë që të pushoj kohë pas kohe. Edhe ata duhet ta shfrytëzoj ashtu si duhet, në mënyrë që të shtohet fuqia, në mënyrë që të shtohet vullneti për punët në të ardhmen.